Nuk jemi më në epokën e industrisë, praktikisht jemi në epokën e teknologjisë. Fashistët kanë burime, por ne kemi imagjinat. Ne po krijojmë mjetet për të rimarrë sovranitetin tonë. Kur ne I themi sistemit qerohu, prishim lakun e veglave të pushtetit që përdoret kundër nesh. Fashistët thonë gjithnjë se janë kalorësit e bardhë me armaturë të shndritshme që mbrojnë njerëzit nga kërcënimet. Ata thonë se vinë këtu dhe largojnë errësirën me bardhësinë e tyre. Kjo është arreme, sepse ka shumë korrupsion në kështjellat e tyre. Baza e vërtetë e pushtetit është tek ne. Ne jemi errësira. Një gjyq që mund të ketë ndikim të madh në të ardhmen, sapo ka nisur në New York. Një juri do të vendos çështjen që mund të ketë ndikim serioz në të ardhmen e privatësisë së internetit. Mira droga u blen nga faqja e zezë e internetit që quhet Rruga e Mondafshit. Qeveria kaloi kufijtë e saj për të marrë informacionet që thotë se ka. Kjo çështje nuk do të zhduket vetvetiu. Do të kemi të bëjmë me mbylljen më të madhe të faqeve të internetit në ekzistencë. Më 13 janar 2015, nisi një gjyq kundër liderit akuzuar të Rrugës së Mondafshit. Ky ishte një treg I zi në një zonë të internetit që njihet si rrjeti I thellë. Rrjeti I thellë është I madh, mijëra herë më I madh se sa interneti I dukshëm, I cili quhet rrjeti I sipërfaqes. Por rrjeti I thellë nuk është një vend. Aty gjenden të gjitha përmbajtjet e paregjistruara në internet, si të dhëna bankare, kode administrative për qeverit, korporatat dhe universitetet. Është njësoj si të shohësh nën kofanon e internetit. Me kalimin e kohës, rrjeti I thellë u banua nga njerëz të gjitha llojeve, të cilët donin që ta përdornin këtë territor për privatësi. Kjo zonë e fshehur e rrjetit të thellë quhet rrjeti I errët dhe aty mund të hysh vetëm nëse ke një program që quhet Tor. Ky program u krijua dikur nga ushtria amerikane, por tani është I disponueshëm për publikun dhe financohet publikisht. Ndërsa forcat e rendit dhe mediat I kanë përshkruar Torin dhe rrjetin e errët si mjete të frikshme për kriminalët, është e rëndësishme të kuptojmë se ato përdoren gjerësisht për qëllime të mira nga agjencitë qeveritare, gazetarët dhe disidentët kudo në botë. Në verën e vitit 2011, një reklam për Rrugën e Mondafshit u shfaq në rrjetin e errët. Rruga e Mondafshit ishte një treg sekret për çdo lloj malli, por kryesisht përdorej për drogë. Gjithnjë ka patur tregje droge në internet, por asnjë me shkallën, sofistikimin dhe lehtësinë e përdorimit të Rrugës së Mondafshit. Ky nuk do të mbetej një sekret për shumë kohë. Qindra e mijëra të droguar përdorin këtë faqe interneti që është e pamundur të gjurmohet dhe që shet drogë, dokumente të falsifikuara ku madje mund të porositësh edhe vrasje. Faqja quhet Rruga e Mondafshit. Shikoni disa nga 13.000 sendet që ofrohen në këtë faqe interneti. Kokain super e pastër, LSD e pastër dhe e vërtet. MDMA e cilësisë së lartë dhe gjithashtu njihet me emrin Moli. Të gjitha këto dërgohen shpejt dhe gratis. Faqja gjeneroi rreth 1.2 miliard dollar shitje me rreth 960.000 përdorues, blerës apo shitës në SBA dhe në disa vende të tjera në botë. Video të YouTube-it si kjo që deri tani ka 15.000 shikues, I tregojnë kujdose si të shkarkojnë një teknologji të pagjurmueshme që njihet me emrin Tor, që merr të dhëna nga mijëra kompjutora në të gjithë botën për të krijuar këtë treg të madh. Ky internet I fshehur përforcohet nga përdorimi I monedhës virtuale që quhet Bitcoin. Bitcoinët ofrojnë transaksione anonime që janë thuajse të pamundura për të gjurmuar nga policia. Heroin, opium, kanabis, ekstaz, droga halucinogene, stimulant, opiume. Ja ku janë. Oksikodone të tjera, kodein, heroin, zifti I zi. Ata kanë çfarë të doni. Janë në listë si pat keq në mes të ditës. Është e pabesueshme. Suksesi I Rrugës së Mondafshit ishte kryesisht merit e kombinimit novator mes Torit dhe Bitcoinit.
Bitcoini është një teknologji që përdor kodet kriptografike për të krijuar monedhë digjitale. Dërguesi transmeton kodin e tij të Bitcoinit përmes një regjistri që quhet zinxhiri bllokues dhe kështu mbërrinte Marsi. Bitcoini nuk është 100% anonim, por nëse përdoret me kujdes, lehtëson blerjet online pa zbuluar identitetin. Bitcoini ishte monedha ideale për rrugën e mëndafshit, sepse lejon anonimitet dhe është jashtë kontrollit të bankave e qeverive. Unë e mora vesh për rrugën e mëndafshit kur Adrian Cheni nga Gawker i bëri profilin e tij. Mendoj se si artikull dokumentoi rrugën e mëndafshit, por njëkohësisht e krijoi atë sepse bëri që shumë njerëz të tërhiqeshin nga kjo faqe. Ishte një eveniment që shtoi ndjeshëm numrin e përdoruesve të rrugës së mëndafshit. Në atë moment mendova se mua më kishte shpëtuar lajmi, prandaj doja që të kisha lajmin e madh të radhës për rrugën e mëndafshit. Por gjithashtu, isha dhe i mahnitur nga komuniteti që po krijoi aty. eBay nuk ka një komunitet të tillë. Kjo ishte një lëvizje shumë e ngushtë njerëzish. Ishte e mahnitshme të rija aty edhe të shihje se çfarë ndodhte. Është një dyqan droge lehtësisht i verifikueshëm që paraqet përpjekjen më të guximshme për të shitur drogë në internet. Është më e guximshme se gjithçka tjetër që kemi parë. Ata kishin një shënjesër të madhe të ngjitur në shpinë. Deri diku edhe ishin tallur me forcat e rendit dhe pushtetin duke e bërë këtë tregti fare hapur. Në fakt kjo është pjesë e identitetit të këtij tregu. Jo thjesht një vend ku shitet drogë, por një vend që bën një deklaratë politike. Kjo nuk duhet jetë ndaluar. Ne jemi të lirë të bëjmë ç'të duam dhe kemi teknologjinë për ta bërë. Ja ku e kemi. Lajmet për rrugën e mëndafshit vinin thuajse plotësisht nga forcat e rendit dhe zyrtarë të qeverisë, të cilët nuk dinin shumë gjëra për ata që ishin pas tregut. Kështu që nisi kërkimi për arkitektët dhe shitësit kryesor të rrugës së mëndafshit, duke përdorur kode për të verifikuar identitetin e tyre dhe për të ruajtur anonimitetin e tyre. Kjo është hera e parë që ata flasin publikisht. Forumet e rrugës së mëndafshit ishin një komunitet më i mirë se sa ato që kam parë në jetën reale. Kishte shumë diskutime të mira filozofike dhe politike, sigurisht që ndodhnin edhe gjëra të jashtëligjshme, por ky është një komunitet i vërtet njerëzish që mendonin njësoj. Rruga e mëndafshit dukej se nuk ishte një lider të vetëm, kishte postime të rregullta nga administratori i sistemit, por dukej se ky shërbim drejtohej dhe mbahej në këmbë nga komuniteti. Më vonë, më 5 shkurt 2012, pas një viti të parë shumë të suksesshëm në biznes, administratori i rrugës së mëndafshit bëri një lajmërim. Më duhet një identitet i ndar nga kjo faqe dhe nga kjo sipërmarrje, tek e cila un jam vetëm një pjesë. Më duhet një emër. Tamburët ju lutem. Emri i miri është Pirati i frikshëm Roberts. Ti je pirati i frikshëm Roberts, pranoje. Me krenari. Pirati i frikshëm Roberts u kopjua nga personazhi imagjinari i novelës dhe filmit Princesha Nuse dhe zgjedhja nuk ishte aksidentale. Në historinë origjinale nga William Goldmani, Pirati i frikshëm Roberts ishte një emër lufte që trashëgohej nga njëri te tjetri në përjetësi. Personi nga i cili unë trashëgova emrin nuk ishte i vërteti, Pirati i frikshëm Roberts. Robertsi i vërtet është tërhequr prej 15 vjetësh dhe unë kam qenë Robertsi që atëherë. Pirati i frikshëm Roberts ose DPR do të liqte forumet e rrugës së mëndafshit dhe shumë mendonin se ai ishte krijuesi dhe pronari i faqes. Pirati i frikshëm Roberts më duket si figura më interesante në të gjithë botën. Me forumet e rrugës së mëndafshit ai postonte vazhdimisht manifeste, letra dashurie për përdoruesit e tij apo traktate liberale dhe filozofike. Kishte madje edhe një klub libri të piratit ku zhvillonte diskutime për ekonominë austriake apo filozofinë e tregut të lirë. Por njëkohësisht askush nuk e dinte se kush ishte ai. Ai nuk kishte folur kurrë me shtypin më parë. Unë i dërgova mesazh në forumin e rrugës së mëndafshit në mes të vitit 2012 dhe po përpiqesha ta bindja që të fliste. I dërgoja shpesh mesazhe dhe e ngacmoja vazhdimisht. Mendoj se ai vendosi që të fliste për shkak të një faqeje konkurrente të errët që quhej Atlantis. Ata ishin shumë më agresiv në marketing se sa rruga e mëndafshit. Ata publikuan një video në YouTube që i bënte reklam Atlantisit si një faqe shumë e madhe më e mirë për shitjen e drogës. Kështu që unë i shkruaj ta piratit se lajmin do ta botoja për atë apo për Atlantisin, e kishte ai në dorë. Mendoj se ai ishte një njerëz që merrte vesh nga biznesi dhe e kuptoi se tani duhej të fliste.
Ai kishte një mesazh politik që donte ta jepte dhe këtë e shihja nga gjërat që postonte në forum. Kështu që e shfrytëzova këtë dhe i thash se mund të isha mjeti që ai të fliste për ato që përfaqësonte Rruga e Mëndafshit. Mendoj se kjo e tërhoqi. U deshën 8 muaj, por ai ra dakord më në fund për një intervistë. So it took 8 months, but finally he did agree to an interview. Sigurisht që ai nuk më tha asgjë për veten, ku jeton, moshën apo identitetin. Nuk më tha asgjë që mund ta identifikonte. Anything that could be remotely identifying. Nuk e nisa unë Rrugën e Mëndafshit. E nisi paraardhësim, me sa di unë ishte një ide origjinale për të kombinuar Bitcoinin dhe Torin për të krijuar një treg anonim. Gjithçka ishte gati, ai vetëm sa bashkoi pjesët. Nuk mund të them më shumë se sa faktin që unë nuk jam administratori i parë i Rrugës së Mëndafshit. Ai ishte shumë i përmbajtur për funksionimin e Rrugës së Mëndafshit për identitetin e tij. His own identity, of course. Ai gjurmoi nga çdo agjenci e ligjit. Every law enforcement agency that you can imagine. Menaxhimi i Rrugës së Mëndafshit është një përpjekje e përbashkët. Nuk jam vetëm unë që sigurohem që Rruga e Mëndafshit të funksionojë mirë. Shumë shpesh, idetë më të mira vijnë nga komuniteti. Por më tha disa gjëra interesante si pikpamjet për veten dhe mënyrën se si funksionon Rruga e Mëndafshit. Silk Road worked. Ne nuk lejojmë shitjen e asgjëje që ka si qëllim kryesor lëndimin e njerëzve të pafajshëm, apo që u desh të lëndonte njerëz të pafajshëm për të sjellë në treg. Për shembull, gjithçka e vjedhur është e ndaluar. Nuk lejojmë parafalse apo kupona që përdoren për të mashtruar njerëzit. Nuk lejojmë vrasës dhe as pornografi minorenësh. Kjo shkonte përtej legalizimit të marijuanës apo edhe heroinës. Ai donte që të shihte një raport të ri mes njerëzve dhe qeverisë, ku qeveria të ishte e pafuqishme dhe të mos kontrollonte se çfarë shisnin dhe blinin njerëzit. The government was, basically hamstrung and couldn't control what people bought and sold. Në përthamën e saj, Rruga e Mëndafshit është një mënyrë për të shmangur rregulloret e shtetit. Shteti përpiqet që të kontrollojë thuajse çdo aspekt të jetëve tona, jo vetëm përdorimin e drogës. Por ka një mundësi që ta jetosh jetën tënde, si ta shohësh të arsyeshme, pavarësisht përpjekjeve të tyre. Mendoj se nuk duhet ta them një gjë të tillë, por më pëlqeu shumë pirati i frikshëm Roberts. Mendova se ishte një person shumë interesant me një filozofi shumë koherente. Mendoj se ishte një mesoburr i mençur. Philosophy, he came across to me as this kind of middle-aged wise man figure, Por jo të gjithë në Rrugën e Mëndafshit besonin te filozofia e vullnetarizmit. Fundi i luftës kundër drogës ishte ideja që bashkonte komunitetin. Një nga arsyet kryesore pse pirati krijoi faqen, lejoi tregun dhe mori përsipër rrezikun, ishte sepse nevojitej një reduktim i dhunës në blerjen e drogës. Dhuna ndodh dhe ndodh për shkak të luftës kundër drogës. Dhuna nuk shkaktohet vetëm nga njerëzit që shesin apo blejnë drogë. Dhuna vjen nga departamentet e policisë apo agjentët federal që janë pjesë e kësaj lufte. Pa përmendur dhunën e tmerrshme që ne ushtrojmë ndaj njerëzve jashtë vendit. Ne jemi prepotenti më i madh në planet kur bëhet fjalë për drogën. Më shumë se gjysma e njerëzve të këtij vendi i kanë thënë Agjencisë Federale të Antidrogës se nuk duan që ajo të merret më me këtë luftë. Ata duan që t'i demonizojnë drogat. Lufta ndaj drogës shfrytëzon frikën, pasigurinë dhe dyshimin. E dalloja që Rruga e Mëndafshit nuk ishte thjesht një skem kibernetike kriminale. Ai ishte një njerëz që e konsideronte veten si lideri i një lëvizjeje. Një gjë që ka mësuar duke luajtur rolin e piratit të frikshëm Roberts është se veprimet e tua do të kënaqin disa dhe do të zemrojnë të tjerë. Ne kemi një mesazh të rëndësishëm dhe ka ardhur koha e duhur që bota ta dëgjojë. Ajo që po bëjmë ne s'ka të bëjë me sigurimin e drogës apo me mashtrimin e sistemit. Ka të bëjë me mbrojtjen e të drejtave tona si qenie njerëzore dhe me refuzimin e gjunjëzimit kur nuk kemi bërë asgjë të keqe. Rruga e Mëndafshit është një mjet për këtë mesazh. Gjithçka tjetër është dytësore. Rruga e Mëndafshit funksionoi sepse njerëzit kishin besim tek pirati i frikshëm Roberts. Kur t'ia donte qefi, ai mund të mbyllte Rrugën e Mëndafshit dhe t'ia mbathte me bitcoinët e të tjerëve. E kemi parë të ndodh me faqe të tjera të errta në internet. Por ai nuk vodhi askënd dhe njerëzit e dinin që nuk do ta bënte këtë sepse ata mendonin se ai vërtet besonte te kjo filozofi vullnetariste dhe kriptoanarkike që ka nisur me pankët e kodeve në vitet 1990. 25 vjet më parë, një grup matematikanësh, kriptoanarkistësh dhe hakerash nisën të takoheshin në shtëpinë e njëri tjetrit. Ky grup i ngushtë njerëzish u njoh me nofkën pankët e kodeve. Antarët e parë nuk ishin të motivuar nga pikpamja shoqërore, por shqetësoheshin më shumë për matematikën e vështirë, të teknologjisë kriptografike dhe filozofinë e gjerë të anonimitetit, lirisë individuale dhe privatësisë.
Politika e qeverisë është e qartë, ata duan akses kudo. Çfarëdo që të shkruash ti në internet, ata mund ta shohin. Nëse ke diçka në kompjuterin tënd, ata duhet të kenë akses. Nëse dërgon një mesazh, ata duan ta lexojnë. Bankët e kodeve ishin shumë të rëndësishëm për lëvizjen gjithnjëje në rritje drejt privatësisë dhe anonimitetit në internet. Ata ishin pionierët e qosheve të errta të internetit. Mbase pika e madhe e kthesës për bankët e kodeve ishte WikiLeaksi. Ideja e Julian Assange'it edhe Jacob Appelbaumit se çfarë do të thotë të jesh një bank kodesh. Nuk mund t'i besosh një qeverie që të zbatoj politikat që thotë se po zbaton. Kështu që ne duhet ofrojmë mjetet, si për shembull kode sekrete që qeveria nuk i përgjon dot për të treguar forcën. Pavarësisht sa përpiqet qeveria, nëse koduesit janë të zot, ajo nuk mund të futet në komunikimet e tua. Forca e autoritetit vjen nga dhuna, por duhet pranojmë se në rastin e kriptografisë nuk ka dhunë që mund të zgjidhë një problem matematike. Ësakt. Ky është çelësi i rëndësishëm. Nuk do të thotë se ata nuk do të përpiqen të përgjojnë shtëpinë, por do të thotë se nëse ata gjejnë një mesazh të koduar, nuk ka asnjë rëndësi nëse kanë forcën e autoritetit për gjërat që bëjnë. Ata nuk e zgjidhin dot atë problem matematikor. Kjo lëvizje nuk ka të bëjë me shkatërimin e ligjit. Kjo lëvizje nuk ka të bëjë me shkatërimin e ligjit. Ka të bëjë me ndërtimin e ligjit. Këta djem duan të krijojnë mjete kodimi që mund t'i përdor kushdo, jo thjesht për elitën. Ata duan të ndryshojnë mënyrën se si funksionon interneti për të siguruar anonimitet dhe privatësi për të gjithë. Është një lëvizje populiste. Ekziston një komunitet njerëzish në hapësirën e sigurisë dhe kriptografisë që duan të jetojnë në një botë ku qeveria nuk kopjon dot postën e tyre elektronike, nuk përgjon dot telefonet e tyre, nuk sheh dot se me cilët njerëz po kalojnë kohën. Ata përpiqen që të ndërtojnë mjete për këtë. Ata përpiqen që të ndërtojnë protokolle dhe shërbime që mund të lehtësojnë këtë shërbim anonim dhe privat informacioni. Mendoj se gjithçka ka të bëjë me dëshirën për të jetuar një jetë të lirë. Ka të bëjë me përkufizimin që është shumë i vjetër se çdo lloj teknologjie dhe që thotë se një jetë e vëzhguar nuk është një jetë plotësisht e lirë. Një zonë privatësie është një vlerë themelore njerëzore. Për mua teknologjia është thjesht mishërimi i këtyre vlerave themelore njerëzore. Mendoj se njerëzit që përpiqen të ndërtojnë monedha që nuk gjurmohen dot dhe nuk kontrollohen dot nga qeveria, apo teknologji që të lejojnë të bësh një bisedë private, janë thjesht njerëz që e kuptojnë se teknologjia mund të aktivizojë ose çaktivizojë atë zonë private. Tani ka më shumë bankë kodesh se kurrë më parë. Ata duan që të eliminojnë plotësisht aftësinë e qeverisë për të zbatuar ligjin. Ata duan që rregullat të vendosen nga kriptografia dhe jo nga policia. Cody Wilsoni është një kriptoanarkist që njihet për krijimin e çlirimtarit, një armë 3D e printueshme që u shkarkua 100.000 herë në 2 ditë. Kur atyre që kanë lindur pas luftës së dytë botërore i thonë se ka printera që printojnë armë, ata nuk mund të thonë gjë tjetër veç se ishte bukur të jetoja në botën që njihja. Ne duam të vëmë në dyshim themelin mbi të cilin është ngritur ky rend moral, etik apo politik. Duam që të shohim përtej të mirës dhe të keqes dhe të lejojmë diçka tjetër që të ndodhë. Prandaj figura e piratit të frikshëm Roberts është kaq interesante për mua. A është liberal? Është mbështetës i teorisë së Mises, siç thotë. A beson në parimet liberale të tregut, njeriu kundër shtetit dhe parimet e tjera të lirisë, apo është dikush tjetër? Siç unë shpresoj të jetë apo siç shpresoj të jem. Mbase ai thjesht po kërkon një mënyrë, një mekanizëm që të na ndihmojë të shohim pak përtej të mirës dhe të keqes. A është entuziast për mundësinë që ka krijuar dhe dyert që ka hapur? Sigurisht që rrjeti i errët do të ketë edhe një aspekt të errët. Nëse duam që të aktivizojmë këtë të ardhme kriptoanarkike, kushdo që punon për të duhet të pranoj faktin se do të aktivizojë gjëra shumë të këqija bashkë me revolucionin e lirisë së informacionit ku bën pjesë. Në gusht të 2012-s, biznesi ecste shumë mirë. Rruga e Mëndafshit ishte bërë një treg i zi anonim dhe pa asnjë kontroll. Interneti i përdorur në këtë mënyrë paraqiste një rrezik të madh për qeverinë, një rrezik edhe më të madh se thjesht shitja e drogës. Edhe si oficer i ligjit, unë nuk e di se ku të shkoj dhe të blej kokainë apo heroinë në rrugë, por di si ta gjej në internet. Mjafton të shkarkosh një program dhe hyn atje për të bler shërbime apo drogë shumë lehtë. Që kur një adoleshent fiksohet me postën që vjen për ditë, padurimi i fëmijës e bëri këtë nën dyshuese. Kur mbërriti posta e familjes, ajo e mori dhe gjeti një DVD për djalin e saj që brenda kishte diçka më shumë se thjesht diskun.
Aty gjende një pako kristalesh të bardha. Ajo i foli djalit të saj 14 vjeçar për këtë dhe jetët e tyre ndryshuan. Mendoj se askush te forcat e rendit nuk do të donte t'ia dinte për këtë faqe e internetit derisa senatori Schumer e bëri publike dhe tha se duheshin marr masa. Sot i bëi thirrje DEA-s dhe Departamentit të Drejtësisë që ta mbyllin menjëherë këtë faqe interneti pa bërë më shumë dëme. Për të nisur një çështje hetimore, forcat e rendit duhet të bëjnë shumë punë. Dhe kjo çështje nuk do të kishte nisur pa shtysën politike. Një senator që tha se duhet të bënim diçka për këtë. FBI mbylli sot atë që e cilësoi si faqen më të sofistikuar të internetit që shiste drogë, si heroin, kokainë apo LSD. Kushdo që përpiqet të hyjë te kjo faqe do të gjejë këtë lajmërim. U mbyll nga FBI-ja. Ishte një mur i sofistikuar elektronik dhe agjentëve federal ju deshën thuajse 2 vjet. Ata mundojnë që të infiltroheshin në faqen e internetit dhe bën edhe vetë blerje duke përdorur identitete të rreme. Anonimi pirati i frikshëm Roberts u arrestua në një vend që zorse do të na shkonte mendja. Ai u ndal brenda kësaj biblioteke publike në këtë lagje të San Franciscos. FBI-ja sekuestroi 3.6 milion dollar në Bitcoin, sekuestrimi më i madh në historinë 5 vjeçare të kësaj monedhe virtuale. Kur u bë publike padia e parë kriminale në tetor, aty flitej për një djalosh 29 vjeçar që quhej Ross Ulbricht. Ata thonë se ai drejtonte këtë treg të zi prej miliarda dollarësh, e akuzojnë për trafik droge, pastrim parash dhe pirateri kibernetike. Nuk mendoja se rruga e mëndafshit e kishte bërë ndonjëherë këtë të fundit. Në padi përshkruaj edhe komploti i tij për të paguar për vrasjet e një informatori dhe një shantazhisti. There is outlined his plot to pay for the murders of a potential informant and a blackmailer. Duket se të paktën një përdorues i rrugës së mëndafshit kërcënoi që të tregonte identitetet e mira të tjerëve. Prandaj hetuesit thonë se Ulbrichti tentoi të paguante një vrasës për të eliminuar këtë përdorues. Ai ofroi $150,000 për çdo që ishte gati ta vriste, sepse siç tha edhe vet, kjo sjellje është e pafalshme për mua. Sidomos këtu në rrugën e mëndafshit, anonimiteti është i shenjtë. Unë u trondita. Nuk ishte pirati i frikshëm Roberts që kishe imagjinuar. Kishte mjaft prova që sugjeronin që Ross Ulbrichti ishte i përfshirë në rrugën e mëndafshit. Ata i sekuestruan laptopin ndërsa ai ishte brenda në rrugën e mëndafshit. E kapën me presh në dorë. Por këto 2 personalitete, këto 2 persona, duket sikur janë thuajse skizofrenik. Është shumë e vështirë të mendosh se janë i njëjti njeri. Para e gjithë çështja e FBI-s është bazuar te besimi që ata kanë për të vërtetuar se Ross Ulbrichti është pirati i frikshëm Roberts. Po, kjo është pjesa më e rëndësishme. Ai përpiqej që të fshite identitetin e tij në faqen e internetit. Gjëja e parë që ata do të përpiqen të bëjnë është që të vërtetojnë se Ulbrichti është njeriu që drejtonte faqen. Më duket sikur ka ndodhur dje. Unë po shikoja Facebookun në kompjuterin tim. Aty më vini lajmërime nga një tip që njihja dhe që ishte shumë i interesuar për bitcoinët, për monedhat virtuale e gjëra të tilla. Dhe ai postoi një artikull ku shkruhej se Ross Ulbrichti ishte arrestuar. I shkruaj Linit në çast dhe e pyet se çfarë ka ndodhur. I thash që shoh lajme se Rossi është arrestuar. Ajo më përgjigj se nuk dinte asgjë dhe se ishin duke u nisur nga Costa Rica. Ata po vinin në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. U trondita shumë. Ross Ulbrichti u rrit në një rrethim të Austinit. Ai është djali vetëm i Kirkut dhe Linit. Ka një motër më të madhe që quhet Kelly, një familje dashur dhe e lidhur ngushtë, e shtresës së mesme. Familja Ulbricht e nxjerr jetesën përmes pronave që ndërtojnë dhe japin me qera në Bregdetin e Costa Ricës, që në fëmijëri tregoi zotësi në matematik. Rossi mori bursë të plot për degën e fizikës në Universitetin e Texasit në Dallas. Ai u diplomua në vitin 2006 dhe pastaj fitoi një tjetër bursë të plot në Universitetin Shtetëror të Pensilvanisë për master në shkencë materialesh dhe inxhinieri. Në Universitetin Shtetëror të Pensilvanisë, Rossit ju zgjua interesi i thellë për vullnetarizmin, veçanërisht për veprën e Ludwig von Misesit dhe shkollës austriake të ekonomisë. Në vitin 2009, pasi mbaroi masterin, dukej se Rossi kishte vendosur të ndryshonte jetë. Ai tha nënës së tij se nuk I interesonte më që të vazhdonte karrierën në fushën e shkencës, por donte që të bëhej një sipërmarrës në biznes. Rossi u kthye në Austin dhe hapi kompaninë e tij për libra të përdorur që quhej Vagoni I Mirë. Një pjesë të ardhurave I adhuroi një programi për të rinjt
dhe një projekti për analfabetizmin në burg. Herën e fundit që u takuan për kafe, mbaj mend se më tha se do të kishte dashur t'i bashkohej një vëllazërie në kolegj. Unë u habita nga kjo. Nuk e kuptoja këtë perspektiv dhe mendova se ai ishte i përqendruar shumë te studimet në shkollë dhe mbase nuk kishte krijuar rrjetin shoqëror që do të donte të kishte patur në shkollë. And maybe didn't create the social network that he was looking for in school. Për sa i takon synimit për të ardhmen, mendoj që të dy ne kishim një dëshirë të fortë për të kontrolluar fatin ton. Kur ai krijoi kompaninë e librit, ishte plotësisht e natyrshme. As që më shkoi në mendje ta vija në dyshim, pavarësisht se ka shumë njerëz që nuk do të fillonin kurrë një biznes të vetin, por nuk ishte as pak habi që Rossi e bëri këtë. Por biznesi nuk po shkonte mirë dhe Rossit ju desh ta mbyllte. Rossi kishte arritur që të zbulonte se çdo të bënte më tej. Ulbrichti shkroi: "Tani objektivat e mi kanë ndryshuar. Dua të përdor teorinë ekonomike si një mjet për të eliminuar përdorimin e detyrimit dhe agresionit mes njerëzimit. Për këtë qëllim, po krijoj një simulim ekonomik që njerëzit të përjetojnë vetë se si është të jetosh në një botë pa përdorimin sistematik të forcës." Nga ky moment i fundit, i vitit 2010, Rossi u bë një shpirt i lirë. Ai iku nga shtëpia e prindërve të tij në Austin për të jetuar me motrën e tij Kelly në Sydney, Australi. Më vonë u kthye për një periudhë të shkurtër në Austin. Gjatë kësaj periudhe, me sa dinte familja e tij, Rossi punonte si i pavarur me projekte të financës kompjuterike. Unë jam Arane Pinelli, është 12 dhjetor 2012. Jemi në Muzeun Hebre të Artit Bashkëkohor. Raporti me ortakun është shok i ngushtë. Ross, pse erdhe ti jetosh në San Francisco? Më nxit e ti derisa pranova të vija. Më telefonoi René dhe më tha se kishte një mundësi të mirë për mua. Më tha se po krijonte një kompani të re në San Francisco dhe donte që unë të isha pjesë e saj. Sa më shumë të mendohesha, aq më shumë ai më paraqiste argumentat pro dhe kundër. Por gjithnjë e më shumë më duke e maniqme dhe gjë e drejtë për të bërë. Kështu që preva biletën dhe 2 javë më vonë u shfaqa tek dera e tij. Ndërsa Ross Ulbrichti po vinte nga Australia në Austin dhe më pas në San Francisco, rruga e Mëndafshit ishte në funksion dhe po rritej gradualisht. Natyrshëm të roqi vëmendjen e forcave federale të ligjit, në veçanti degën e hetimeve për sigurinë e brendshme në Departamentin e Sigurisë së Brendshme. Inspektorët e postës në Seattle dhe zyra e mbrojtjes së doganave dhe kufive ndalonin dërgesa postare plot me drogë dhe valutë që vinin nga jashtë shtetit. Të gjitha këto të shpinin tek rruga e Mëndafshit. Kemi dhe një numër të konsiderueshëm hetimesh të pavarura, po gjatë të njëjtës periudhë që kanë ndjekur pista të ndryshme, por kanë përfunduar në të njëjtin vend. Në të njëjtën kohë, Divizioni i Krimit Kibernetik i FBI-s nisi hetimin e tij të drejtuar nga agenti Chris Tarbell. Kishim njerëz para kompjuterit 24 orë në ditë si pjesë e ekipit që monitoronte dhe mblidhte grimca të vogla provash. Autoritetet aktivizuan informatorët, faqja u mbush me agjentë të ligjit që hiqeshin si shitës dhe blerës që në fillimet e rrugës së Mëndafshit. Në fillim të 2012-s, HSI-a u bashkua me hetuesit e Tarbellit nga FBI-a, si dhe me DEAN për të organizuar një operacion sekret që quhej Marco Polo. Qëllimi i tij ishte depërtimi deri në bërthamën e brendshme të rrugës së Mëndafshit. Në janar të vitit 2012 më sekuestruan një pako që vinte nga Kina dhe as e vrava mendjen. Vazhdova biznesin si zakonisht dhe kjo ishte një lëvizje idiote. Më 28 qershor 2012 më erdhi në derë ATF-ja, DEA, Shërbimi Sekret, Departamenti Lokal i Policisë, madje edhe një inspektor i postave. Nuk më arrestuan, por më mbajtën brenda një furgoni në rrugë, një procedurë që ata e quanin ndalim hetues. Nuk më çuan në burg, nuk më hapën dosje dhe as më paditën, sepse kompjuterat që më sekuestruan ishin më të dobishëm për ta nëse unë isha i lirë. Mendoj se ata e kanë bërë këtë edhe me shitës të tjerë të rrugës së Mëndafshit për të krijuar një rrjet të tyrin. Operacioni mori hov kur një agent i infiltruar që hiqej si shitësi me emrin Nob arriti të kishte komunikim të drejt për drejt me piratin e frikshëm Roberts. Kjo solli një zinxhir ngjarjesh tronditse. Nobi u ankua te pirati për sasitë e vogla të drogës që shiteshin në rrugën e Mëndafshit. Pirati tha se do ta ndihmonte që të gjente një shitës dhe thuhet se për këtë foli me një nga partnerët e tij më të besuar.
që njihet vetëm me pseudonimin Dhimbja Kronike për të organizuar një shitje. Dhimbja Kronike kishte qenë një prej administratorëve bazë të Rrugës së Mëndafshit që prej fillimit, por këto ditë të paqta po shkonin drejt fundit. Në mënyrë që të lehtësonte këtë trafik droge, Dhimbja Kronike i dha informatorit adresën e shtëpisë së tij. Agjentët federal e arrestuan menjëherë Dhimbjen Kronike në shtëpinë e tij në qytetin Salt Lake. Ata u habitën kur zbuluan se ky njeri familjar, 47 vjeçar, që quhej Curtis Clark Green, ishte një kriminal i rrjetit të errët. Herët avon një prej tyre do të kapet. Si veprohet në një çështje tipike trafiku droge? Trafikantin e kapur e detyron të bëhet dëshmitar. Në këtë rast, ata patën fat sepse ai që kapën ishte administratori i sistemit. Greeni kishte akses te llogaritë dhe regjistrat financiar të përdoruesve të tjerë të Rrugës së Mëndafshit, përfshir ato të piratit të frikshëm Roberts. Më duhet mendoj se ai do të tregoj, i shkroi pirati Nobit, agentit të infiltruar. Do të doja që ta rrihnin. Një ditë më vonë, ai thuhet se shkroi. Mund ta ndryshosh urdhrin nga torturë në ekzekutim? Agjentët inskenuan një vrasje dhe një fotografi e trupit të përgjakur të Greenit ju dërgua piratit, i cili pagoi për vrasjen me Bitcoin. Më pas bëhen përpjekje për 5 vrasje të tjera me pagesë. Emrat e 2 prej këtyre viktimave ishin imagjinar. Autoritetet nuk kanë prova që të jetë kryer ndonjë vrasje. Vrasja e sajuar e Curtis Greenit i lejoi autoritetet që të merrnin një urdhër gjykate kundër piratit të frikshëm Roberts me akuza për trafik droge dhe porositje vrasjeje me pagesë. Sigurisht që ata nuk kishin ende asnjë ide se kush ishte pirati i frikshëm Roberts. Kështu që agentët e infiltruar vazhduan të komunikonin me piratin dhe ai vazhdoi të përgjigjej. Në qershor të 2013-s, Rossi shkoi të jetonte në një apartament që gjeti në internet. Raportohet se ai nuk i tregoi emrin e vërtet atyre me të cilët ndante qeran dhe njihej si Joshua Terry. Në të njëjtën kohë, agenti i taksave Gary Alfordi po hetonte Rrugën e Mëndafshit dhe përmes një kërkimi të thjeshtë në Google mundi të gjente një mesazh të hershëm të postës elektronike në internetin e hapur, ku diskutohej hapja e tregut të Rrugës së Mëndafshit. Ato mesazh e lidhi me një llogari që zotrohej nga Ross Ulbrichti. Një muaj më vonë, inspektorët postar në kufirin kanadez sekuestruan një pako me dokumente të rreme identifikimi me fotografinë e Rossit, të cilat po shkonin te shtëpia e tij. Agjentët i treguan Rossit një patent të rreme të Kalifornisë që kishte foton e tij, por një emër tjetër. Ulbrichti mohoi që ajo të ishte e tij, apo që të kishte dieni për diçka të tillë, dhe agjentët ikën. Nëse dyshon që dikush mund të jetë përfshirë në një sipërmarrje kriminale në shkallë të madhe, ka rëndësi të shkosh te ai dhe ti tregosh dokumente false apo të kesh një përballje të tillë, sepse kështu mund ta shohësh në fytyrë të dyshuarin. Mund të marrësh informacione të dobishme kur flet me të. Mbase nuk vendos që ta arrestosh menjëherë. Agjentët vendosin që të prisnin dhe të vërejtonin me kujdes sepse bëhej fjalë për gjëra shumë më të rënda sesa disa dokumente të falsifikuara. Zbulimi i madh i radhës në këtë çështje u bë nga agenti i FBI-s Tarbelli dhe nga ekipi i tij krimit kibernetik. Ata mundën që të gjenin serverat e Rrugës së Mëndafshit në Gjermani dhe në Island, por FBI siguroi kopjen e serverit të Rrugës së Mëndafshit dhe tani ata shpresonin se do të demaskonin përfundimisht piratin e frikshëm Roberts. E kuptova se kishte një tëmet në sistem, por nuk e gjeta dot se çfarë ishte. Por kishte një tëmet dhe prandaj telefonova partnerit tim dhe i thash: "Kemi një tëmet dhe kemi pak kohë. Duhet të marrim paratë dhe të zhdukemi tani." Përgjatë një viti, një agent i Departamentit të Sigurisë së Brendshme në Chicago ishte infiltruar në Rrugën e Mëndafshit dhe tani shtirej si një moderator i nivelit të lartë i quajtur Cyrus, me provat që lidhnin Rossin me nisjen e Rrugës së Mëndafshit dhe incidenti me dokumentet e rreme. Rossi u bë një prej të dyshuarve kryesor. Më 1 tetor, përmes një përpjekjeje të përbashkët nga Derjegeni i DHS-s dhe ekipit të FBI-s të drejtuar nga Tarbelli, u nis një operacion sekret. Sipas dëshmisë së Derjegenit, ai përgjoi banesën e re të Rossit, duke përdorur pseudonimin e tij Cyrus. Derjegeni nisi një bisedë në Rrugën e Mëndafshit me piratin. Disa minuta më pas, Rossi shkoi në bibliotekën e parkut Glen për të përdorur Wi-Fi-n e tyre. Kur Derjegeni pa që pirati ishte futur sërish në rrjet, ai i dha urdhrin Tarbellit dhe skuadrës së tij që të hynin në veprim. Është një emocion që s'mund ta blesh në Rrugën e Mëndafshit, pavarësisht drogës që mund të blesh atje, nuk është aq emocionuese sa të kapësh njeriu përgjegjës.
Rossi u ka para se të mund të kodonte laptopin e tij. Ai ishte regjistruar në një panel administrimi të rrugës së Mëndafshit për klientët që kishin nevojë për vëmendjen e piratit. Ai ishte një ëndër për përdoruesit e drogës sepse ishte shumë i zoti teknikisht. Ai mundi të fshihte faqen e internetit që krijoi dhe shitjet e drogave të palishme që bëheshin në faqen e tij. Rruga e Mëndafshit u sekuestrua dhe u mbyll. Akuza u bën ndaj shumë ortakëve thelbësor dhe shitësve në faqe. Rossi u mbajt për më shumë se një muaj në një burg në Oakland, në pritje të ekstradimit në New York. Familja e Rossit mundi që të grumbullonte mbi $1 milion për lirimin e tij me kusht, por prokurori tha se për shkak të vrasjeve me porosi, Rossi nuk mund të lirohej, sepse mund t'ia mbathte. Prandaj gjykata ja refuzoi lirinë me kusht. Mendova se ishte vendimi i gabuar. Ai nuk do t'ia mbathte. For him to say, "Oh, I'm gonna, put a hit out on someone," it's ludicrous. I could understand it being one of those. Është qesharake të mendosh se ai do të porosiste një vrasje. E besoj nëse do të kishte qenë ndonjë nga nënpunësit e piratit, të cilët ishin egoist, të çmendur dhe maniak. Ata i shoh ta bëjnë këtë gjë. Kishte më shumë se një person që përdorte llogarinë e piratit? I believe it was. Besoj se ishin të paktën 2 njerëz të tjerë në një moment edhe 3, por nuk ka rëndësi. At one point, doesn't matter. That's why they're, Prandaj e përdorin akuzën e vrasjes, gjepura për vrasje me pagesë. Contract, baloney. Por për shkak të përfshirjes së një senatori dhe gjërave të tjera, do ta ndëshkojnë në rënd. All that other shit, they're gonna cook them. Të dhënat e sekuestruara nga serverat e rrugës së Mëndafshit përfshinin të gjitha mesazhet e brendshme private që treguan se shumë njerëz e drejtonin faqen në mënyrë kolektive. Një shitës me emrin Jonesi i variacionit ishte aktiv që në fillim të rrugës së Mëndafshit. Jonesi jepte shumë nga urdhrat e drejtimit të faqes, madje edhe udhëzoi administratorët e sistemit që të krijonin personazhin e piratit të frikshëm, Roberts. Rossi Ulbrichti mbeti objektivi kryesor i hetimit. Rossi është burgosur prej më shumë se një viti në burgun e Brooklynit dhe po pret gjyqin. 6 javë nga kjo kohë i ka kaluar në izolim. Rossi u vetë deklarua i pafajshëm në gjyq dhe mohoi që t'ishte pirati i frikshëm Roberts. Data e gjyqit të tij u caktua më 10 nëntor 2014. Nëse shpallet fajtor, Rossi përballet me një dënim minimal prej 30 vitesh burg dhe një dënim maksimal me burgim të përjetshëm. Po e filmon? Ka shumë qime. Këto të mëdhenjt nuk janë të rrezikshëm. Lëshoj e diku. Ku është? Për familjen është e vështirë, sidomos kur personi në fjalë e do shumë dhe beson tek ai. Dhe kur rivali që ke përpara është shumë i fortë, është shumë sfiduese. Të duket sikur vdes në momentin që kupton se është e vërtetë ajo që nuk doje të pranoje. Është një tronditje e madhe. Babai i tij dhe burri im po përpiqet që të vazhdoj biznesin që të kemi një mënyrë për të jetuar. Motra e tij është në Australi dhe ajo na ka ndihmuar prej atje. Unë jam motra e Rosit dhe mund të them se ai ka qenë një burr i fjalës dhe nderit gjatë gjithë jetës së tij. U trondita ku mora vesh se ishte arrestuar, por u trondita edhe më shumë nga ato që mediat shkruanin për të, pa e njohur fare. Kam lexuar gjëra nga njerëz që nuk e kanë idenë se kush është Rossi. Ai është gjykuar dhe dënuar në media. Asgjë nuk është vërtetuar në gjyq. Nuk e di se çfarë ka ndodhur me parimin e pafajësisë në këtë vend, por është e drejtë kushtetuese këtu që të konsiderohesh i pafajshëm derisa të vërtetohet e kundërta. Rossi ma dërgoi foton e tij një javë më parë. Fotoja ishte bërë 2 javë më parë në burg. Besoj se këto foto i bëjnë për familjet. Ai është mirë, sa mirë mund të jetë në këto rrethana. Më në fund pas 5 muajsh vonesa, ai mundi të shihte provat që ka prokuroria. Ai ka punuar shumë duke u marrë me to. Ne kemi pyetur prokurorin se si e gjetën serverin, por ata nuk na përgjigjen. Ne duhet të dimë se si ata e gjetën serverin për të parë nëse janë shkelur të drejtat e Rossit, që garanton amendamenti i 4. Si mund të jemi të sigurt që provat nuk janë manipuluar nëse ata nuk na e thonë si e gjetën serverin? Janë bërë 14 kontrolle dhe ndalime në këtë rast, që janë ekspedita peshkimi në pronën e dikujt. Ata kanë kërkuar pa kufizime në gjërat e tyre për të parë se ç'mund t'i gjejnë. Kur paditë kriminale u shfaqën së pari në tetor,
Mbështetësit e piratit dhe rrugës së mëndafshit u shpërndan. Befas, ai që dukej si një komunitet ideal është i ndërtuar rreth mungesës së dhunës dhe tregtisë së lirë, dukej si një komplot i përgjakshëm kriminal. Free commerce suddenly seemed instead like this bloody criminal conspiracy, and a guy who probably otherwise... Në një rrethant tjetër, Rossi do të konsiderohej si një aktivist politik dhe do të kishte patur shumë mbështetës që kërkonin lirimin e tij. Por ata e hodhën poshtë sepse e konsideruan si një kriminal. Was an immediate pariah. He was seen as a criminal. Ka shumë prova rrethanore, nëse doni të quajmë kështu. Ka shumë detaje teknike në këtë çështje. U bë një çmenduri. Të mbyllësh një treg droge në internet nuk është njësoj si të vendosësh edhe akuza për vrasje me pagesë. Duke shumë e egzageruar si akuzë. Si përmarrësi i rregullt 29 vjeçar jetonte në një jetë të fshehtë si një bos digital droge. Ata thonë se ai jeton siç bëjnë bosët e karteleve të drogës. Nuk duhet të shohësh shumë filma që të shohësh ndryshimin e madh mes Ross Ulbrichtit dhe kreut të një karteli droge. Kur paditu bën zyrtare, nuk ishte akuza për vrasjet me pagesë, por vetëm për trafik droge, pastrim parash dhe pirateri kompjuterike. Drug trafficking and money laundering and computer hacking. Ata kishin 6 akuza dhe i përdorën që t'i mohonin lirin me kusht. Por 2 muaj e gjysmë më vonë, prokurori nuk e paditi. Ata e quajtën një krim pa akuzë. Nëse është një krim, a nuk duhet akuzuar dikush? Nëse nuk është krim, pse është aty? Është paragjykuese për një juri që t'i nxjerrin përpara një akuzë të pavërtetuar, thjesht për ta njollosur personin. Ata duan që ta portretizojnë Rossin para jurisë si një person që nuk ka vlera të mira. Kjo është një mënyrë për të helmuar atmosferën që juria të mos përqendrohet tek akuzat, por te kjo atmosferë që ka krijuar qeveria, që është një diversion që ka të bëjë me aspektin emocional. Nëse provat janë të dobta, nga dyshimi nuk përfitoni padituri, siç duhet të jetë, për shkak të parimit të pafajësisë, por përfiton qeveria, e cila gjëja na tregon këto gjëra tek qija që janë në internet. Qeveria nuk ka pse i vërteton ato përtej çdo dyshimi, por i ka vendosur në çështje në mënyrë që të dëmtojnë gjykimin e paanshëm për vlerën e provave për krimet e pretenduara. Kështu që juria vjen me një nocion gjysmë të ndërtuar, dhe kjo është gjysma e rrugës drejt fajit. Në fillim akuza për vrasje me pagesë ishte, por më pas ata hoqën dorë, por nuk është dukur fare. Është përfshirë në aktet për komplotin për të shitur drogë. Ata e përdorën akuzën për vrasje me pagesë për të mbështetur komplotin e madh të drogës në mënyrë që të shkonin në gjyq ose që ai të pranonte fajin. Duke sigur qeveria e akuzoi për shumë gjëra, përfshirë vrasjen me pagesë, që në fund, kur u akuzua formalisht për krime jo të dhunshme, ai do të dukej si një kriminal i dhunshëm. Mendoj se kjo ishte shumë efikase në krijimin e portretit të Ross Ulbrichtit. Që prej arrestimit të Rossit, ai dhe shoku i tij ngushtë, René Pinelli, kanë mbajtur kontakte të rregullta. Renea nuk pranoi që t'jepte intervista për shtypin, pasi druhej se do të përdoreshin kundër Rossit në gjykat, por ai era dakord që t'i përgjigjej pyetjeve përmes emailit. I'm a little teapot, short and stout. Here is my handle, here is my spout. When I get still, hear me shout. Tip me over and pour me out. Yay! Për shkak të akuzave të rënda, Rossi nuk mundi të jepte intervista nga burgu, prandaj boshllloku u mbush me fotografi personale dhe xhirime të tij. Por nga diskutimet e gjata me miqtë dhe familjen e tij, si dhe nga e shkuara e tij që prej studimeve në fizikë dhe inxhinieri e deri te drejtimi i një kompanie që shiste libra, ishte vështirë të kuptohej se si mund të kishte qenë vetëm ai pas rrugës së mëndafshit, një shërbim i madh i ndërlikuar interneti me mbi 1 milion përdorues në të gjithë botën.
Nuk ishte dyshime që Rossi ishte i zgjuar dhe kishte interes të thellë në teorinë liberale ekonomike, të cilës i bëhej jehon nga filozofia e shumë prej postimeve të piratit të frikshëm Roberts. Por ai nuk kishte asnjë përvojë në kodimin kompjuterik apo ndërtimin e kompanive të mëdha në internet. Pra, çfarë lidhje kishte Rossi me atë pak që dihej për piratin e frikshëm Roberts? Pirati motivohej nga një filozofi paqësore dhe nga qëllimi për të krijuar një shkëmbim pa viktima dhe pa lëndime në tregtinë e drogës. Kjo ide do të përqafojë nga kryearkitektët dhe shitësit e rrugës së Mëndafshit dhe do të kishte jehon në të gjithë komunitetin. Kishte shumë njerëz të cilëve nuk i shisja sepse kuptoja që nuk ishin të pjekur mjaftueshëm për të përballuar përdorimin e këtyre drogave. Duke që ata nuk kishin informacion, i thoja që të shkonin të hapnin librat një herë, të zbulonin për çfarë bëhej fjalë dhe pastaj mund të shisja ndonjë gjë. Por nuk do të isha unë që do të shisja diçka për herë të parë, mbase duke i kushtuar jetën. Sidomos me heroinën isha shumë i kujdesshëm kujt ja shisja, sepse ishte mall i pastër. Ishte heroina më e mirë në rrugën e Mëndafshit. Duke se rruga e Mëndafshit ishte një eksperiment i suksesshëm në krijimin e një komuniteti paqësor, në mbikëqyrjen e një shefi me një filozofi të thellë. Por këto ideale thelbësore të piratit të frikshëm Roberts binin ndesh me akuzat për vrasje me pagesë. Kishte mundësi që pirati të ishte korruptuar dhe t'i kishte kthyer shpinën idesë së refuzimit të dhunës dhe reduktimit të lëndimeve, a ishin njerëz të tjerë përgjegjës për këto veprime që i kishin kryer duke përdorur llogarinë e piratit, apo kishte ndonjë të vërtet tjetër pas këtyre gjoja vrasjeve që nuk shkaktuan asnjë viktimë? Ne nuk dim provën e parë që i udhëhoqi federalët në këtë zinxhir hetimi që kulmoi te biblioteka e San Franciscos, ku arrestua Ross Ulbrichti. Ne dim se në një moment ata gjetën ku ishin serverat e rrugës së Mëndafshit në një qendër të dhënash në Island. Ata i kopjuan të dhënat e serverat dhe i sekuestruan. Por nuk dim se si i gjetën këto servera. Rruga e Mëndafshit funksiononte si një shërbim i fshehur nga programi Tor. Kjo do thotë se Tor i mbronte vendodhjen fizike dhe e bënte shumë të vështirë gjetjen e kompjuterave që e drejtonin. Misteri se si FBI-a, DEA, mbase edhe NSA-ja gjetën serverat nuk është zgjidhur ende dhe në fakt nuk përmendet në asnjë nga dokumentet ligjore që kanë të bëjnë me gjyqin e Ross Ulbrichtit. Mendoj se ekipi i tij mbrojtës e mendon këtë si diçka për të cilën qeveria nuk dëshiron të flasë. Nëse është kështu, ngrihet çështja e amendamentit të 4. Dhe nëse qeveria mund të përdor teknika piraterie informatike për të gjetur prova për një të dyshuar. Nëse po, çfarë mandati i duhet? Nëse ka patur shkelje të amendamentit të 4 në pjesën fillestare të hetimit, e cila ishte e dhëna e parë në rrugën që solli arrestimin e Ross Ulbrichtit, mund të jetë një problem kolosal për prokurorin dhe ndot çdo provë që ata kanë gjetur më pas. Qeveria ka gjykuar njerëz të tjerë që kanë bërë atë që qeveria bëri në këtë rast. Pikërisht infiltrimin nën fytyrën publike të një faqe e interneti. Sipas qeverisë, marrja e këtij informacioni që nuk duhet të jetë publik përmes metodave të ndryshme të hetimit me anë të inteligjencës kompjuterike është shkelje e ligjit federal. Ata thonë se nuk kanë bërë asgjë të gabuar, por e dinë shumë mirë se çfarë luhet këtu, pasi vetë qeveria ka gjykuar të tjerë për të njëjtën gjë. Dëshmia nën betim me agentit Tarbell, e paraqitur nga qeveria se si i gjetën serverat e rrugës së Mëndafshit, nuk është besuar as pak nga komuniteti i internetit. Për të thënë me mirësjellje, deklarata e Tarbellit duket disi larg të vërtetës. Në varësi të ekspertit të sigurisë që do të pyesni, do t'ju thonë se është disi larg të vërtetës ose një grumbull gjepurash. Tarbelli thotë se ishte në kompjuterin e tij duke vizatuar faqen Rruga e Mëndafshit, kur befa skodi për të dalluar nëse je njeri apo program, i u shfaq hapur dhe ai pa adresa IP që shkonin drejt te serveri. Kështu që ai u lidh me serverin dhe mori kodin. Kaq ishte. Kështu gjetën serverin e fshet. Fatkeqësisht kjo është të sajosh diçka me nxitim dhe të luash me të vërtetën. Sepse dokumentet që janë dhënë në ekipit të mbrojtjes tregojnë se Tarbelli nuk gjeti imazhin e kodit, por një faqe për të administruar llogarinë personale. Serveri kishte dërguar disa gjëra, por jo kodin.
kështu që varianti Tarbellit nuk përshtatet me provat e FBI-s. Tarbell's story doesn't mesh with the FBI's own evidence. Ata hynë në servera si pirat kibernetik dhe me aksesin që siguruan mund të bënin çfarë të donin. Duke parë presionin e madh institucional që të mbyllnin faqen, është naive të mendosh se nuk e bën këtë. Sigurisht që edhe kjo është një mundësi për të shpjeguar si e zbuluan. Ai punonte me Torin, punonte me teknologji të cilat I heton në SAA, siç na tregoi Edward Snowdeni. Është arsyeshme të mendosh se qeveria nuk ka luajtur sipas rregullave që shteti na kërkon të respektojmë. Por ne e dim që është shteti që ndan letrat, është ai që drejton lojën. Është shumë naive të mendosh se qeveria nuk e pati këtë mundësi. This wasn't an available option. Çështja qëndronte debati nëse agenti mund të bënte atë që thotë se bëri. Teoria që paraqitet në një dëshmi të agentëve që kryen operacionin, thotë se ata mundën që të manipulonin një pjesë të serverit dhe ky tregoi një adresë që nuk duhej ta tregonte, dhe adresa ishte në Island. Ndërsa serveri që gjetën kishte shërbimin e fshehtë të rrugës së Mëndafshit. Besoj se këtë zë do marrin vesh tamam pa shkuar në gjyq, madje edhe mund të mos e marrin vesh kurrë. Ne duhet të ruajmë ekuilibrin mes të qenit novator në teknikat e hetimit dhe mos shkeljes së të drejtave të individit. Duhet të qëndrosh brenda kufive të autoritetit ligjor, sepse nëse kalon kufirin, provat nuk vlejnë. Provat nuk do të pranohen në gjyq dhe mund të rrezikosh rezultatin e një hetimi të tërë. Mendoj se agjensitë e ligjit do të shkojnë deri te vija e kufirit. Mbase do të bëjnë edhe majat e këpucëve me bojë te vija, por nuk do ta kalojnë atë. Avokatët e Rosit kërkuan që çështja të mbyllej për shkak të sekuestrimit të dyshim të serverave të rrugës së Mëndafshit. Ata thanë se pranimi I këtij materiali jo vetëm që shkel të drejtat e tij të garantuara nga amendamenti I 4, por do të ishte gjithashtu një precedent I rrezikshëm për të drejtën për privatësi të gjithë qytetarëve. Por gjykatësia Catherine Forrest mbajti anën e prokurorisë dhe tha se deklarata e Tarbellit ishte e pranueshme, kërkesa e ekipit mbrojtës u mohua. Ligji I kontrollit dhe sekuestrimit në epokën digjitale nuk ka kufizimet që ka në hapësirën fizike. Këto e shohim kudo. Cili është standardi që thotë se ata mund të vinë dhe të marrin kompjuterin tënd? Çfarë kërkimesh kanë të drejtë të bëjnë në kompjuterin tënd pasi e kanë marrë? A mund të marrin gjithçka? A është kjo diçka që kalon kufirin apo thjesht diçka normale si pjesë e një kontrolli gjatë arrestimit? Njerëzit kanë të gjithë me vete telefona të zgjuar dhe brenda tyre gjendet e gjithë jeta e njerëzve. Nëse dikush ndalohet nga policia, në shumicën e rasteve, autoritetet mendojnë se kanë të drejtë që të shohin telefonin, të hyjnë në llogaritë tua private dhe të shohin gjithçka që duan. Nëse prokuroria tolerohet në sekuestrimin pa mandat të dhënave të amerikanëve dhe shtetasve të huaj, ky është një precedent afatgjat për funksionimin e amendamentit të 4 në epokën digjitale. Mendoj se ky mund të jetë efekti më afatgjat që ka lënë pas rruga e Mëndafshit. Zakonisht në fushën e ligjit kriminal duhet ketë ndonjë arsye madhore që përdoret si mjet për të ndryshuar rregullat apo për të zgjeruar përjashtimet ndaj garancive kushtetuese. Por pasi kjo bëhet, pasi precedenti jepet, situata ecën shumë shpejt dhe përdoret në çdo çështje të mundshme ligjore. Qëllimi justifikon mjetin. Befas, kjo bëhet kudo. Një qytetar I thjesht mund të pyes, pse është kjo e rëndësishme për mua? Pse duhet të më interesoj? Unë nuk blej drogë në internet. Asnjë prej njerëzve që njoh nuk blen drogë në internet, por nuk bëhet fjalë vetëm për këtë. Ne jetojmë në një demokraci dhe qytetarët e informuar e kuptojnë se kanë të drejtën për privatësi. Ata e dinë se amendamenti I 4 I mbron kundër kontrolleve dhe sekuestrimeve të paarsyeshme. Informacioni duhet koduar. Kjo vlen që nga korporatat e mëdha e deri tek individët. Atyre që thonë se informacioni nuk duhet koduar, I them se kjo lehtëson punën e forcave të ligjit, por gjithashtu e bën shumë më të lehtë për kriminalët kibernetik që të sulmojnë. Nuk ka dyshim se kriminalët dhe njerëzit paranojak janë vala e parë që përdorin këto mjete dhe shërbime të reja. Por kjo nuk do të thotë se ata janë njerëzit e vetëm që përdorin këto shërbime. Ka shumë gazetarë që unë njoh dhe me të cilët komunikoj rregullisht përmes shërbimit Tor. Por njerëzit që janë kundër kësaj teknologjie dhe që e shohin si kërcënim, kanë një mënyrë shumë të mirë për ta demonizuar, pikërisht për shkak të kriminalëve që e përdorin. Unë besoj se ka njerëz në Shtetet e Bashkuara të Amerikës që mendojnë se qeveria nuk po bën asgjë të gabuar. Kjo nuk është diçka që të shqetëson, të intereson apo të tërheq, derisa je në mes të situatës.
Diçka shumë e rrezikshme se çdo faqe interneti është ajo që është bërë qeveria jonë dhe si operon. Kjo na kthen tek pyetja, nëse qeveria po përpiqet ta trajtojë internetin ndryshe pa ndjekur të njëjtat procese gjyqësore? Gjykata e lartë vërtetoi se nuk është dakord. Kjo ndodhi së fundmi në çështjen Riley kundër Kalifornisë, kur u kontrollua një telefon celular në mënyrë të jashtëligjshme. Mund të vendosin precedent që do të kufizojnë aftësinë e tyre për të shkelur të drejtat tona. Dikush pyeti se si kanë ndryshuar pikpamjet e saj politike. Ndryshuan sepse befas ajo u gjet në mes të torit, bitcoinit, luftës kundër drogës, anonimitetit në internet dhe kodimit. Asaj u desh të mësonte shumë gjëra të ndryshme, jo vetëm për sistemin ligjor, por edhe për teknologjinë dhe këtë rast në veçanti. Pas më shumë se një viti në burg, Rossi e shtyu gjyqin edhe me 2 muaj, me justifikimin se prokuroria sapo kishte sjell prova të rëndësishme kundër tij, që duhej t'i shqyrtonte me kujdes. FBI-ja mbylli atë që e konsideron tregun më të madh dhe më të ndërlikuar kriminal në internet, por ky treg mund të jetë rikthyer në jetë. Arrestimi i Rosul Britit dhe mbyllja e rrugës së Mëndafshit nuk bëri asgjë për të penguar shitjen e drogës në rrjetin e errët. Menjëherë u shfaqen shumë tregje të reja, përfshirë edhe rihapjen e vetë rrugës së Mëndafshit, e cila drejtohej nga dikush që quhej Pirati i frikshëm Roberts. Ashtu si paraardhësja edhe rruga e dytë e Mëndafshit, thoshte se kishte si qëllim që të reduktonte dhunën dhe viktimat në trafikun e drogës. Pirati i frikshëm shkrua në Twitter: rruga e Mëndafshit në mbikëqyrjen time nuk do të lëndoj kurrë askënd. Pirati i frikshëm Roberts më tha se e di që nuk do ta bëj këtë punë për jetë. Kur ai të largohet, ka besim se do të vi dikush tjetër i gatshëm të mbush boshllëkun. Mund të eliminosh njeriu, por jo iden. Në këtë kohë u shfaqen statistika që pretendonin se rruga e parë e Mëndafshit kishte patur sukses në misionin e saj për të reduktuar dhunën në trafikun e drogës. Kur punoja me Departamentin e Policisë së Baltimorës, në fillim të viteve 2000, 2 oficerë me uniformë u vranë nga trafikantët e drogës në rrugë. Një familje prej 7 antarësh, familja Dawson, në rrugën Preston, u vranë nga një trafikant droge brenda një nate. Nëna, babai dhe 5 fëmijët. Ndërsa vitet 2000 kalonin, unë nisa ta shija situatën në këndvështrimin e dhunës dhe kuptova se politikat tona të ndalimit të drogës ishin kundërproduktive për sigurinë publike. Our policies of drug prohibition were actually counterproductive to public safety. Unë isha angazhuar për të përmirësuar sigurinë publike në lagjet tona, por kjo politik po e përkeqësonte. Making it worse. And I found Zbulova se shumë polic, gjykatës, prokuror, agentë të DEA-s dhe të FBI-s e mendojnë njësoj si unë. Nëse shitja e drogës në Baltimore do të zhvendosej nga qoshet e rrugës në internet, e keni idenë sa më pak shkëmbime zjarri do të kishim dhe rrjedhimisht më pak vrasje? Shërbimi në internet së pari largon blersin nga rrugicat e errta dhe qoshet e rrugëve, pra nga vendet e rrezikshme ku bënte pazar me shitësin. Kur e blen në internet dhe droga vjen në shtëpi, nuk je pjesë e skenarit të rrezikshëm. Tregu në internet bën që shitësit të jenë shumë më të përgjegjshëm kundrejt blerësve. Një prej risive më interesante është sistemi i vlerësimit ku blerësit vlerësojnë shitësit edhe sendet që blen në këto tregje. Në këtë mënyrë, shitësit janë më të përgjegjshëm dhe i ofron mundësinë blerësve që të vlerësojnë cilësinë, pastërtinë dhe fuqinë e drogave që po marrin. Interneti i bën këto transaksione shumë më të sigurta për blerësin. Por ne po i mbyllim këto tregje në internet, më saktë po tentojmë t'i mbyllim, sepse nuk do të arrijmë kurrë t'i mbyllim. Ne po luftojmë kundër drogës prej më shumë se 4 dekadash. Por çfarë ka ndodhur që atëherë? Në fillim ishin vetëm kartelet dhe krimi organizuar që fitonin shumë para. Sot në të gjithë botën fitojnë $322 miliardë nga kjo industri. Por tani në lojë kanë hyrë edhe korporatat amerikane, burgjet private, korporata amerikane e burgjeve. Rreth një vit më parë, korporata i shpërndau $675 milion fitime aksionerëve, kompanitë e testimit të ilaçeve. Tani kjo është bërë një industri prej miliarda dollarësh. Kush janë kavjet në teste? Ata që janë në burgje, apo në kontrollin e programeve të drejtësisë, në liri me kusht, apo në periudhë prove. Kështu që edhe korporatat amerikane po fitojnë shumë para. Po agjencitë e zbatimit të ligjit, edhe ato po fitojnë shumë para. Kemi programin 1033 të qeverisë.
Ne marrim mjete të blinduara, armë automatike dhe gjithçka që duam nga suficiti i pajisjeve ushtarake dhe gjithçka vetëm për shkak të luftës kundër drogës. Gjatë viteve kemi parë se si është shtuar burokracia rreth luftës kundër drogës edhe rreth gjykimit të kriminalëve të kësaj lufte. Kemi Agjencinë për ndalimin e drogës, DEA. Kemi zyrën e politikës kombëtare për kontrollin e drogës. Një pjesë e rëndësishme e opozitës është mbujuar në vet interes, në vende si FBI-a dhe DEA. Nëse i thua dikujt që ka 30 vjet në FBI se droga nuk është më prioritet, ky është një kërcënim ekzistencial për të. Kjo eliminon të gjithë arsyen e tyre për të ekzistuar. Duhet të mendosh për rrezikun e disa prej këtyre drogave. Rrezikun e rënd nga varësia, gjëmën që shkakton të familjet, të fëmijët dhe karrierat. Sigurisht që liberalizimi i drogës është një nga qasjet e mundshme, por duhet të shohësh shkakun dhe efektin. Nëse bëjmë këtë, cilat do të jenë efektet e nivelit të dytë dhe të tretë? FBI-a, qeveria federale, do të mbyllin këto faqe interneti. Por e dini çfarë? Të reja do të hapen sepse ka shumë para në lojë. Faqet e internetit do të vazhdojnë të hapen. Është thjesht si një qen që vrapon pas bishtit të tij. Ne jemi një ekip dhe kemi punuar bashkë për këtë çështje që në fillim. Kjo situatë më ka prekur në shumë këndvështrime, po ashtu si edhe Linin, por nuk jam unë që flas me reporterët. Kështu kemi rënë dakord. Është e vështirë të kesh një njeri të dashur në burg, ndërsa media e shton edhe më shumë presionin. E di prej shumë kohësh se media nuk po raportonte të gjithë panoramën. Historia e saj ishte e mangët. Unë dhe Lini, po përpiqemi ta ndryshojmë këtë. Rossi është në burg për një vit dhe ai ka shmangur të gjithë dhunën. Megjithëse ajo gjendet kudo rreth tij. Nuk ka dyshim që kjo e ka rritur si njeri. Fakti që deri tani nuk është lënduar, flet shumë. Ai duket serioz. Ka shumë gjëra në lojë për të. Dihet mirë që morëm shtyrjen e gjyqit. Kishte një mal me gjëra për të kontrolluar dhe unë mendova se nuk kishte kohë. Tani ka 2 muaj më shumë kohë dhe sipas tij, kjo është diçka thelbësore. Mendoj se ai është më i përgatitur. Është gati. Po, ai thotë se është gati për gjyqin. Është gati të shkojë atje dhe të fitojë. Edhe unë jam rritur si njeri gjatë këtij viti. Ka mendime më të pjekura për etikën dhe politikën. Jam më i ndërgjegjshëm se çfarë pasojash edhe tragjedi shkakton lufta kundër drogës. Shumë njerëz janë viktimizuar në luftën kundër drogës. Është një kaos i madh dhe një histori që duhet treguar. Në një farë mënyre, ne kemi një podium nga mund ta tregojmë. Është kaq e çuditshme kjo që po bëjmë. Është shpërqendruese dhe sfiduese. Duam të bëjmë gjën e drejtë për Rossin, por pastaj shkojmë e takojmë, e përqafojmë. Flasim me të dhe ai është Rossi i përhershëm. Është kaq e çuditshme dhe është shumë e vështirë ta shoh aty brenda. Vizitat që bëjmë në burg janë shumë emocionale. Aty ka shumë familje dhe ato i shohin të dashurit e tyre 1 orë në javë. Njerëzit aty qëndrojnë ngjeshur me njëri tjetrin. 150 persona në një dhomë të vogël duke pritur. Emocionet ndihen në ajër. Të burgosurit me veprimet e tyre izoluan veten. Por tek familjet që shkojnë t'i vizitojnë, nuk kanë ndjesi izolimi, ndarje apo race. Jemi thjesht 150 njerëz me zemra të thyera.
Nga të gjitha zbulimet e Snowdenit që janë publikuar deri më sot, ai që do të ketë impaktin më afatgjatë është zbulimi se NSA ja ka dëmtuar standardet kriptografike dhe e ka bërë internetin më të pasigurt. Ky zbulim, ato artikuj kanë radikalizuar një brez të ri kriptografësh, një brez të ri shkencëtarësh kompjuterash, të cilët janë të vendosur për të ndërtuar mjete dhe shërbime që mund t'i rezistojnë përgjimit qeveritar. E pati internetin ton pa fije nga banka Barclays, atyre i pëlqejnë bitcoinët. Prandaj mbështesin punën tonë, na japin internet falas nga banka. Vjeshtën e vitit 2014, ndërsa Rosi përgatitej për gjyqin e tij, një grup hakerash, programuesish dhe aktivistësh, u takuan në një ndërtesë të boshatisur në qendër të Londrës. Kjo mbledhje përfaqësonte valën e radhës së internetit të errët, zhvillimin e mjeteve të reja dhe të përparuara kriptografike që nuk do të ndaleshin kaq lehtë. Open source është shumë i fuqishëm. Open source është përgjegjës për WikiLeaksin, Wikipedian, Linuxin, që gjendet në të gjithë infrastrukturën tonë, për Firefoxin, për BitTorrentin, për Bitcoinin, për kodimin, për të gjitha përdorimet serioze të internetit. Jo për Angry Bird dhe aplikacione të tilla idiote. Open source është gjithashtu një shembull se si mund të organizohemi ekonomikisht, një shembull për të ardhmen, për të ndërtuar produktet që na duhen pa patur nevojë për industrinë tradicionale, pa patur nevojë për padronët, skleverit dhe datët. Nuk mjafton thjesht të ndërtosh mjete që ruajnë privatësinë. Nuk mjafton thjesht të shkruar studime revolucionare dhe të projektosh kode kriptografike të mahnitshme. Këto duhen çuar në duart të përdoruesve. Mendoj se në të ardhmen, mjete si Tori, OTR-ja, PGP-ja, Bitcoini do të jenë pjesë e shërbimeve dhe aplikimeve që ti përdor edhe as që do t'ja dish se janë aty. Ne duam t'i japim fund individit, të mbrojmë njeriun e zakonshëm. Nuk i besojmë fare autoritetit qendror. Ne besojmë te liria e informacionit. Së pari patëm tregun e centralizuar të drogës Rruga e Mëndafshit. Qeveritë mbyllën atë. Por më pas shpërthyen me 10 tregje të centralizuara droge. Ata mbyllën një, por tani kemi me 10. Tani po hymë në sferën e tregjeve të decentralizuara të drogës, pa operues qendror, pa pikë qendrore kontrolli. Çfarë do të bëjnë ata? Ata do të vazhdojnë që të bëjnë gjëra të tilla. Por edhe nëse bëhet fjalë për një rrjet të shpërndar, interneti kontrollohet vazhdimisht nga forca shtetërore dhe lokale të ligjit. Ata arrestojnë njerëz çdo javë. Më 6 nëntor 2014, agjencitë e ligjit në të gjithë botën nisën një përpjekje të përbashkët të quajtur Operacioni Onimus, në kuadër të cilit u sekuestruan me qindra faqe të rrjetit të errët, përfshi rrugën e dytë të Mëndafshit. Bruce Schneieri, kriptografi, më tha dikur se në këtë lojë Macja me Miun, Mi do të fitojë në fund, por Macja do të jetë e ushqyer mirë. Mendoj se kështu duhet ta shohim situatën. Kjo lojë do të vazhdojë në përjetësi. Ata reagojnë gjithnjë ndaj nesh. S'ka problem. Por pasi të kenë reaguar, pasi të kenë sistemuar gjërat dhe pasi të kenë krijuar mbrojtjen e re, ne do të përpiqemi dhe do t'ja hedhim sërish. Ne do të fitojmë gjithmonë. Do të fitojmë gjithmonë. Ka një arsye pse Rruga e Mëndafshit ishte kaq e fuqishme. Unë e di që kriptografët po shkruajnë kodet për një lloj rruge mëndafshi automatike dhe e di që Amiri ndihmoi për këtë. Ky është modeli i komunitetit pa një administrator individual. Kjo është pika e dobët dhe teknikisht është e saktë. Nuk dua ta përdor termin hero. Nuk dua ta quaj hero, por pirati i frikshëm Robert se dinte se çfarë rrezikonte dhe ishte i gatshëm të bënte gjërat që shumë prej mbrojtësve të drejtave civile nuk do t'i bënin. Ai ishte serioz për domethënien e Rrugës së Mëndafshit. 3 javë para gjyqit, çështja e vrasjeve me pagesë u rishfaq befas. Prokuroria tha se për shkak të këtyre pretendimeve, ata nuk do ta lejonin ekipin mbrojtës të Rosit që të merrte vesh identitetin e dëshmitarëve të tyre. Ekipi mbrojtës u përgjigj, duke thënë se përdorimi i këtyre krimeve pa padi ishte paragjykues. U thirr një seancë dëgjimore për të zgjidhur çështjen. Gjykatësia vendosi se disa nga dëshmitarët do të mbeten anonim për mbrojtjen deri para gjyqit. Sipas saj, Rosi mund të friksojë ose vras njerëz nga burgu.
Kur kjo ndodhi, mendova se ata e kishin patur të nevojshme të thonin se ai ishte vrasës edhe thjesht mendonte për përfitimin e tij. Të thoshin se nuk donte t'ja dinte për jetën njerëzore. Më mirë të krijosh një imazh të tillë sesa të bësh një martir të luftës kundër drogës. Mendoj se ky ishte një plan i mirë. Mendoj se do t'jetë e vështirë që të kemi një gjyq të drejtë. Parimi thot se je i pafajshëm derisa vërtetohet e kundërta. Por me gjitha ato histori dhe artikuj që janë shkruar, zorë se do të gjenden njerëz që nuk janë ndikuar nga kjo atmosferë. Ditën para gjyqit, Rossi dorëzoi një deklarat me shkrim. Kjo ishte gjëja më e afërt me një intervistë. Ross Ulbrichti doli në gjyq sot. Juria do të gjykojë në një çështje që mund të ketë ndikim në të ardhmen e privatësisë në internet. Sot u bën deklarata të hapse në gjyq dhe dëshmitari i parë doli të dëshmonte. Dëshmia sapo mbaroi para pak minutash. Bëhet fjalë për një agent special të një hetimi të Departamentit për Sigurinë e Brendshme, i cili tha se me mira zarfe me drogë. Mendoj se të gjithë u habitën që Ross Ulbrichti dhe avokatët e tij shkuan në gjyq, në vend që të bënin një marrëveshje siç pritej. Sot pam se ndodhi kjo. Ata kanë një version shumë interesant dhe të ndryshëm se si kanë shkuar gjërat. Avokati Dratel tha se Rossi e krijoi rrugën e Mëndafshit dhe ky është një pranim i mahnitshëm dhe se operuesi i vërtet i rrugës së Mëndafshit, pirati i frikshëm Roberts, e futi Rossi në kurth. Nuk e kisha dëgjuar më parë këtë teori. Rossi nuk është pirati, por ishte pirati që e futi në kurth. Tani që e mendoj, kjo është diçka që duhej ta kisha pritur. Pasi siç më tha vetë pirati i frikshëm Roberts, kur e intervistova në korrik të vitit 2013, ai nuk e kishte krijuar rrugën e Mëndafshit, por e trashëgoi nga krijuesi, një blerje tregtare. FBI-ja më tha se për këtë më kishte gënjur Ross Ulbrichti. Nëse është gënjeshtër, duhet të jetë përgatitur shumë mirë dhe duhet të ketë patur larg pamësi të jashtëzakonshme, si një lojë e manitshme shau. Në ditët e para të gjyqit, prokuroria paraqiti si provë ditarin që mbante Rossi në laptop, ku përshkruhej përfshirja e tij në rrugën e Mëndafshit. Prokuroria gjithashtu tha se bitcoinët që u sekuestruan në laptopin e tij vinin nga rruga e Mëndafshit, ndërsa mbrojtja tha se Rossi e braktisi faqen pasi e krijoi, edhe se ditari dhe bitcoinët u vendosën nga dikush tjetër në laptop. Andy, ti intervistove piratin e frikshëm Roberts. Cilat janë provat që e lidhin piratin me Ulbrichtin? Në javët e para të gjyqit, që po vazhdon edhe tani, kemi parë se prokuroria ka mjaft prova. Pasi sekuestruan laptopin, ata zbuluan se ai kishte një ditar. Nëse është ditari i Ulbrichtit, pasi mbrojtja thotë se nuk është i tij. Në ditar është dokumentuar administrimi i faqes për disa vjet. Aty janë shkruar aktivitetet e përditshme. Është një çështje shumë e fortë dhe Ulbrichti do ta ketë teje të vështirë që t'ja hedh. Në thellësi të rrjetit të errët kemi një zonë ku ky djalë i ri, sipas qeverisë, vendosi që të drejtonte një perandori të jashtëligjshme droge. Qeveria thotë se duhet ta ndalë me gjykim të shpejtë dhe ndëshkim të sigurt.
Ndërsa gjyqi vazhdonte, avokati Dratel planifikoi që të tregonte se vetë provat e qeverisë thonë se ata dyshonin se drejtimi i rrugës së Mëndafshit bëhej nga shumë njerëz. Gjatë marrjes në pyetjet agentit të DHS-s, Derjegen, Drateli mundi të tregonte se agenti prej kohësh dyshonte se pirati i frikshëm Roberts ishte një person tjetër. Madje kishte kërkuar edhe mandat arresti për këtë të dyshuar. Prokuroria e kundërshtoi këtë marrje në pyetje me pretendimin se ishin thashetheme. Gjykatësia mbajti anën e prokurorisë dhe Drateli nuk kishte më leje që të pyeste dëshmitar të qeverisë për të dyshuar të tjerë që shfaqeshin në provat e vetë qeverisë. Kur erdhi momenti që Drateli të niste mbrojtjen e tij, ai kishte në plan që të përdorte dëshmitar ekspert për të shpjeguar se teknologjia e ndërlikuar pas kodimit dhe kriptomonedhës e bënte shumë të vështirë të vërtetohej se ditari dhe bitcoinët i përkisnin Rossit. Prokuroria i kundërshtoi këtë dëshmitar, duke thënë se duheshin prezantuar më herët gjatë gjyqit dhe për më tepër nuk ishin të nevojshëm që juria të kuptonte çështjen. Sërish gjykatësia mbajti anën e prokurorisë dhe tha se kjo çështje nuk kishte nevojë për njohuri të specializuara. Pa dëshmitar ekspert dhe pa patur mundësinë që të fliste për të dyshuarit e tjerë nga provat e qeverisë, e gjithë linja mbrojtëse e Dratelit u bllokua. Gjyqi i mbaroi befas ditën tjetër. Gjyqi i Rosul Briktit ngriti më shumë pyetje se sa solli përgjigje. A e morëm vesh të gjithë të vërtetën e rrugës së Mëndafshit? A përbën kjo çështje gjyqësore një precedent për kontrollet pa mandat të pronës digjitale të amerikanëve? Pavarësisht rezultatit final, ishte qartë se rënia e rrugës së Mëndafshit nuk ishte fundi i kapitullit, por fillimi, dhe lëvizja për të krijuar mjete dhe shërbime për privatësi në internet është më e fortë se kurrë. Gjyqi i krijuesit të rrugës së Mëndafshit u mbyll pasi juria shpalli fajtor për 7 akuza të ndryshme, mes të cilave 3 për trafik droge, pirateri informatike, pastrim parash dhe një akuzë për liderin e një organizate kriminale. Ulbrikti përballet me minimalisht 30 vjet burg, por mbrojtja planifikon të apelojë vendimin. Të gjithë ne do të gjykohemi nga gjëra që nuk kanë efekt në jetën e vërtetë. Kanë efekt vetëm në internet ku gjërat krijohen, kodifikohen, ndryshohen, lëvizin dhe piratohen. Ishte gjyqi i drejtë? Jo, nuk ishte i drejtë. Dërsa vendimi u lexua, fjala fajtor u tha 7 herë. Rossi shikonte drejt. Fytyra e tij nuk shprehte asgjë, por më pas u kthye nga familja dhe bëri një buzëqeshje stoike që të thyente zemrën. Ai nuk po qante, por po i puliste syt fort, ndërsa agentët e morën me vete. Nëna e tij tha se ky nuk është fundi. Kaq ishte gjyqi. Provat kundër Ulbrichtit ishin shumë të forta dhe strategjia e Dratelit bazohej në marrje në pyetje të dëshmitarëve të qeverisë që të nxirrte variantin e tij përmes marrjes në pyetje. Por gjykatësia nuk e lejoi këtë dhe tha se pyetjet duheshin bërë në linjën e marrjes në pyetje të qeverisë. Kjo nuk e lejoi që të tregonte një variant tjetër. Ne kemi një perspektivë shumë të informuar se pjesa tjetër e botës. Kemi zhvilluar takime të rregullta me Joshin gjatë 15 muajve të fundit. Ne e dim që ai mendonte se mund ta fitonte këtë çështje përmes marrjes në pyetje. Ne e dim se dëshmitarët e tij nuk u lejuan të dëshmonin. Ne ishim në sallën e gjyqit dhe e pam atë që ndodhi. Ishte një fars. Nuk u bë drejtësi. Qeveria kishte 5.000 faqe prova që kishin të bënin me vetëm një dëshmitar, pikërisht Jared Derjegenin, por asnjë nga këto nuk u lejuan. 5.000 faqe që u dhanë mbrojtjes 10 ditë para gjyqit, 2.500 faqe të tjera për dëshmitar të tjerë, ju dhanë mbrojtjes një javë para gjyqit. Ato ishin plot me prova shfaqësuese për Rossin, që nuk u lejuan të përdoreshin. E gjithë kjo sasi e madhe provash që u shfaqën një javë para gjyqit dhe që mund të ndihmonin në vërtetimin e pafajësisë së Rossit, nuk u lejuan në sallën e gjyqit. Do të kishte qenë një gjyq tjetër. Ky gjyq nuk u lejua të zhvillohej. Nuk u lejua të zhvillohej. Thjesht nuk u lejua të zhvillohej. Ne dëgjua vetëm versionin e prokurorisë.
Po piratimi I serverave të rrugës së Mëndafshit, po precedenti që sjell kjo çështje. Nuk shkuam deri atje. Nuk u bë asnjë seancë dëgjimore publike ku FBI-ja të tregonte si e doli dhe pastaj do të vendosej nëse kjo ishte e lishme apo jo. Ky është problemi më I madh I kësaj çështjeje nga pikpamja ligjore. Agjencitë amerikane të ligjit piratuan një server të huaj. Nuk kishin asnjë mandat dhe ja hodhën paq. Madje për këtë nuk bëjmë dot as pyetje. Si është Rossi tani? Ai është një djalë I mahnitshëm, po e përballon situatën shumë më mirë nga sa do të mundesha unë. Nuk e di se si do të reagoja unë në vendin e tij ndaj gjërave që I kanë ndodhur gjatë 15 muajve të fundit. Ne lutemi që shpirti I tij të mos shkatërrohet nga kjo. Duket se Rossi e krijoi rrugën e Mëndafshit dhe e drejtoi për aq kohë sa mbijetoi në rrjet. Unë e pranoj se qeveria e ka vërtetuar këtë, por Rosul Brikti është një personazh I manitshëm. Ai shpiku këtë gjë të mrekullueshme. Ai kishte parime, nuk ishte thjesht një kriminal kibernetik. Nuk ishte thjesht një trafikant droge siç përshkruhej në akuza. Ai ishte një njeri idealist. Unë do të jem në mëdyshje për virtytet e rrugës së Mëndafshit dhe Rosul Briktin gjatë gjithë jetës. Nuk do të jem në gjendje të dal në një përfundim. Ke më pyetje apo I japim fund? Po, çfarë do të bësh gjatë 5 viteve të ardhshme? Me një fjali. Do të bëj disa gjëra, por një fjali nuk mjafton. Jam I sigurt se dua të krijoj një familje gjatë 5 viteve të ardhshme. Bukur, dakor. Të bëj më shumë miq edhe të jem afër njerëzve që dua. Dua të përqendrohem tek afërsia edhe të jem më I lidhur me njerëzit. Po pas 20 vjetësh? 20 vjet. Dua që pas kësaj kohe të kem patur një ndikim pozitiv dhe të prekshëm tek ardhmja e njerëzimit. Mendon se do të jetosh për gjithnjë? Mendoj se është një mundësi. Sinqerisht, po. Mendoj se do të jetoj për gjithnjë në ndonjë formë tjetër pasi teknologjia ndryshon kaq shpejt. Bukur, shpresoj të jem edhe unë aty. Mrekulli. Një ditë, ne mund të jemi një farë I shndritshëm shprese për popujt e shtypur të botës. Ashtu si kaq shumë shpirtra të shtypur dhe të dhunuar kanë gjetur streh këtu. A do të ndodh brenda natës? Jo. Do të ndodh gjatë jetës sonë? Nuk e di. A ja vlen që të luftoj deri në frymën e fundit? Sigurisht që po. Pasi ke parë se çfarë mund të arrish, si mund të veprosh ndryshe.